Korporata elektroenergjitike shqiptare nuk ka nevojë të di vetëm sa energji prodhon. Kesh duhet të di edhe sa shi do të bjerë, sa ujë do të hyjë në liçene dhe kur një prurje fort mund të kthehet në rrezik për digat. Një parashikim i gabuar mund të sjellë humbje të mëdha, shkarkime të panevojshme ose probleme me sigurinë e kaskadës. Kjo është arsye kryesore pse gjatë viteve të fundit Korporata elektroenergjitike shqiptare ka shpenzuar qindra miliona lekë për sisteme që parashikojnë matin prurjet dhe ndihmojnë në menaxhimin e hidrocentraleve. Megjithatë, një kompani shfaqet vazhdimisht në këto procedura. ATT Albanian Technology Distribution e biznesmenit Nursen Metuli. Do të ishte një fjali e shkurtër e shtuar në aktivitetin e kompanisë vetëm 15 ditë përpara shpalljes së një tenderi nga Kesh që do ta kthente vëmendjen pas te një histori e nisur në vitin 2021. Në të ndërthuren qindra miliona lekë, kontrata informatike, lidhje biznesi dhe marrëdhënie familjare që mbërrin deri në Këshillin Mbikëqyrës të Keshit dhe në Ministrinë e Brendshme. Në fund të vitit 2021, Kesh hapi tenderin që do të krijonte bazën për projektet e mëvonshme, sistemi i parashikimit satelitor të motit për operimin dhe menaxhimin e kaskadës në kuadër të sigurisë së digave. Faza e parë. Kjo kontratë përfshinte një kull meteorologjike, pajisje për matjen e nivelit të ujit, temperaturës, lagështisë, erës dhe rreshjeve, si edhe sistemi që do të mblidhte dhe përpunonte informacionin. Fituesi i këtij tenderi u shpall ATD SHPK me ofertën 85 milion lekë e Nursen Metulit. Përveç ngritjes së sistemit, kontrata i siguronte Metulit edhe mirëmbajtjen e tij për 4 vjet. Pra, ATD-ja nuk do ta dorëzonte sistemin dhe të largojë, por ajo do të vazhdonte të mirëmbante për vite me radhë këtë sistem. Ky mund të quhet tenderi zero, pika ku ATD-ja hyri në sistemin e motit dhe të prurjeve të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare. Në të njëjtën periudhë, kompania fitoi nga Keshi edhe 2 kontrata në fushën e sigurisë së komunikimeve dhe sistemeve informatike. Të trija procedurat arrinin së bashku vlerën 170.3 milion lekë ose 1.7 milion euro. Në atë kohë, Kledi Angjela nuk ishte ende antare e Këshillit Mbikëqyrës të Keshit, por mbante funksionin e drejtoresës së përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, institucioni që përfaqëson shtetin si pronar të Keshit. ATD-ja do të bëjë më vonë ortakja e kompanisë së bashkëshortit të Angjelës. Me 27 janar 2023, Keshi nisi procedurën për një tender të ri, me fond limit 250 milion lekë ose 2.5 milion euro. Këtë herë, objekti ishte implementimi i inteligjencës artificiale për menaxhimin e operimit të digave, parashikimit të prurjeve dhe menaxhimit të shkarkimeve. Me pak fjalë, Kesh kërkonte një platformë që të merrte të dhënat e motit dhe të ujit, t'i analizonte dhe t'i përdorte për menaxhimin e kaskadës. Tenderin e fitoi bashkimi i kompanive R dhe T i Renis të Shanës dhe ATD e Nursen Metulit, me ofertë 2.4 milion euro ose 220 milion lekë. Në dokumentet e tenderit, Kesh argumentonte se sistemi nuk duhet ndarë mes kompanive të ndryshme. Sipas korporatës, kompania që do ta mirëmbante duhet ta njihte sistemin deri në hollësi për të ndërhyrë shpejt sa herë të shfaqeshin probleme. Faktikisht kjo kërkesë u krijonte një avantazh të natyrshëm kompanive që do të ndërtonin platformën, sepse pas hyrjes në sistem, ato bëheshin kandidatet më të përshtatshme për ta mirëmbajtur dhe përditësuar edhe në të ardhmen. Në këtë rast, jemi në kushtet e monopolit, pra janë krijuar kushte nga të cilat favorizohet vetëm një kompani. Në këtë pikë del në skenë edhe emri Kledi Angjelës. Me 27 janar 2023, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, firmosi urdhrin për emërimin e Kledi Angjelës si antare e Këshillit Mbikëqyrës të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare. Urdhri hyri në fuqi menjëherë dhe vetëm 3 ditë më pas, më 30 janar 2023, u publikua tenderi. Ofertat u hapën në mars dhe bashkimi i kompanive u shpall fitues në kohën kur Ngjela ishte tashmë antare e Këshillit Mbikëqyrës. Emërimi i parë i saj mbulonte periudhën nga 27 janar 2023 deri në 26 janar 2026. Më pas, qëndrimin e saj në Këshillin Mbikëqyrës u rinovua në 17 mars 2026. Kledi Angjela vazhdon të jetë antare e këtij organi edhe gjatë procedurës së re të vitit 2026, ndërkohë që është dhe sekretare e përgjithshme e Ministrit të Brendshëm Besfort Llamadhari. Këshilli Mbikëqyrës emëron administratorin e Keshit, miraton programet vjetore dhe planet afatmesme afatgjate, kontrollon veprimtarinë e drejtuesit të korporatës dhe jep autorizime për operacione të caktuara. Pikpyetjet për konflikt interesi nuk lidhen thjesht me faktin se ATD-ja ka fituar disa tendera, por me marrëdhënien e biznesit që u kryeua ndërmjet kësaj kompanie dhe kompanisë së zotëruar nga bashkëshorti i një antare të Këshillit Mbikëqyrës. Ndërkohë që Keshi vazhdonte kontratat me ATD-n, jashtë korporatës po krijoi pikërisht kjo marrëdhënie. Konkretisht më 13 shtator 2021, Egmont Ngjela, bashkëshorti i Kledi Angjelës, vleu 100% të aksioneve të kompanisë Eurotechnology. Lidhja e kësaj kompanie me ATD-n do të krijojë 3 vjet më vonë. Me 27 qershor 2024, Nursen Metuli themeloi Ucrypt dhe vetëm një muaj më pas me 29 korrik, ai shiti të gjithë kapitalin e saj. 70% u kalua Eurotechnologjisë dhe 30% ATD-s. Eurotechnology zotëroi nga Egmont Ngjela, ndërsa ATD kontrolloi nga vet Nursen Metuli. Ky i fundit vazhdoi të ishte administrator i Ucrypt. Në këtë mënyrë, kompania bashkëshortit të Kledi Angjelas u bë ortake me ATD-n, ndërkohë që ajo ishte antare e Këshillit Mbikëqyrës dhe ATD kishte marrë tashmë kontratën meteorologjike dhe së bashku me R&T ose R dhe T të Renis të
Shanës platformën për menaxhimin e kaskadës. Euroteknologji kontrollonte 70% të kompanisë së përbashkët, ndërsa ATD-ja zotëronte 30%. Në fillim të vitit 2026, pronësia nisi të lëvizte përsëri. Me 27 janar, Adela Metuli u emërua administratore e Euroteknologji. Përpara shitjes së kompanisë, kapitali i saj ishte ulur nga 18.5 milion lekë në 500.000 lekë. Kapitali i cili është zmadhuar dhe hequr gjatë kohës që ka qenë Egmont Gjella aksioner. Me 25 shkurt, Egmont Gjella ja shiti të gjitha aksionet e Euroteknologji për 500.000 lekë Adela Metuli, bashkëshortja e Nursen Metuli. Kështu, kompania që kontrollonte 70% të kriptit kaloi nga bashkëshorti Kledian Gjelës te bashkëshortja e Nursen Metulit. ATD SHPK vazhdoi të zotëronte 30% të kriptit, ndërsa Nursen Metuli mbeti administratori i saj. Më 17 mars u firmos rinovimi Kledian Gjelës në Këshillin Mbikëqyrës të Keshit. Në 10 prill u vendos pezullimi i aktivitetit të UKRIP. Më pas vjen detaj që jep një kuptim tjetër gjithë kësaj kronologjie. Më 1 qershor 2026, ATD SHPK mori vendimin për ndryshimin e objektit të aktivitetit. Një ditë më vonë, ndryshimi u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Në fund të listës së gjatë të veprimtarive të kompanisë u shtua formulimi, shitje dhe mirëmbajtje stacion meteorologjik. Më 17 qershor, vetëm 15 ditë pas regjistrimit të aktivitetit të ri, Keshi shpalli tendrin me fond limit 250 milion lekë ose 2.5 milion euro. Në objekt përfshihej përditësimi i platformës që menaxhon kaskadën dhe mirëmbajtja e saj për 4 vite. Platforma përdoret të dhënat e motit dhe të prurjeve për parashikimet mbi kaskadë. Dokumenti elektronik i tendrit rezulton i krijuar më 29 prill 2026. Kjo tregon se dokumentacioni ishte duke u përgatitur përpara se ATD të vendoste shtimin e aktivitetit meteorologjik. Kjo përputhje kohore ngri një pyetje të drejtë për drejtë. A kishte Nursen Metuli dieni se procedura do shpallej dhe nëse po, nëpërmjet cili burimi kishte marrë këtë informacion përpara publikimit në sistemin e prokurimeve? Do të theksuar se sistemi i prokurimeve i Agjencisë së Prokurimit Publik faqja elektronike menaxhohet nga ATD-ja në Nursen Metuli. Në tender u paraqit vetëm ATD SHPK me ofertën 242.2 milion lekë dhe kompania u shpall fituese pa garë sepse nuk kishte asnjë konkurrent tjetër. Për këtu shfaqet mospërputhja kryesore. ATD kishte fituar që në vitin 2022 tenderin për sistemin satelitor të motit, megjithëse në objektin e saj nuk kishte regjistruar shpejtimisht shitja dhe mirëmbajtja e stacioneve. Përse kompania shtoi këtë aktivitet 4 vite pasi kishte marrë kontratën e parë meteorologjike, por vetëm 15 ditë përpara tenderit të ri? Kledian Gjella është sot sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Më parë ajo ka qenë sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, si dhe drejtore e përgjithshme rregullatore dhe përputhshmërisë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Dokumentet zyrtare vendosin atë në Ministrinë e Infrastrukturës gjatë periudhës kur ATD merrte kontratat e para nga Keshi. 3 kontratat që lidhen drejt për drejt me motin, prurjen dhe menaxhimin e kaskadës kanë një vlerë të përbashkët prej 567.2 milion lekësh ose rreth 5.6 milion euro. Në vitin 2022, ATD fitoi sistemin meteorologjik dhe në vitin 2023 ATD dhe RDT fituan platformën që përdorte informacionin për menaxhimin e digave. Në vitin 2026, ATD u paraqitej vetme dhe fitoi përditësimin e platformës dhe mirëmbajtjen për 4 vite të tjera. Projektet ndoqën njëri tjetrin pasi fillimisht u ngrit sistemi meteorologjik, më pas platforma që përdorte dhënat për menaxhimin e kaskadës dhe në fund u shpall procedura për përditësimin dhe mirëmbajtjen afatgjatë saj. Rezultati është se kompania që hyri në kesh me parashikimin e motit në vitin 2022 vazhdon të jetë pjesë e sistemit edhe pas tenderit të vitit 2026. Ndërmjet këtyre dy datave, Kledian Gjella u emërua dhe më pas u rinovua në Këshillin Mbikëqyrës të Keshit. Kompania bashkëshorte të saj u bë ortake me ATD-n, aksionet kaluan te bashkëshortja në Nursen Metuli dhe ATD shtoi aktivitetin meteorologjik vetëm pak ditë përpara garës ku do të paraqitej vet. Amerikanët kanë një shprehje: djalli fshihet në detaje. Ndonjëherë një histori e madhe nuk fshihet brenda qindra faqeve të internetit, por janë detajet e vogla ato që bëjnë diferencë. Mjaftojnë 5 fjalë të shtuara në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe 15 ditë që i ndajnë ato nga një kontratë me vlerë 2.4 milion euro për të ngritur një pikë pyetje shumë të madhe. A janë paracaktuar këta tendera për kompaninë e Nursen Metulit? Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.